Flori Official është bërë pjesë e shtëpisë së Big Brother VIP, i prezantuar nga produksioni si një personazh i njohur i rrjeteve sociale. Megjithatë, ajo që nuk u përmend në asnjë moment ishte emri dhe mbiemri i tij i vërtet. Publikut ju servir vetëm nofka e tij me të cilën ai njihet në internet, pa asnjë sqarim tjetër mbi identitetin personal. Sipas raportimeve, emri i vërtet i tij është Florian Prini, një person i cili rezulton i skeduar nga autoritetet italiane në lidhje me një çështje të rëndë penale. Mediat në Itali kanë raportuar që në shkurt të vitit 2015 për goditjen e një rrjeti prostitucioni, ku Prini përmendej si një nga personat përgjegjës. Sipas kronikave të kohës, karabinierët arrestuan Florian Prinin dhe partneren e tij, Fabiana Hoxhën. Prini ishte rezident i ligjshëm në Itali, ndërsa Hoxha rezultonte e regjistruar si emigrante. Aktualisht, mbetet e paqartë nëse produksioni i Big Brother VIP ka zgjedhur që të mos bëjë publik identitetin e vërtet të Florit për shkak të kësaj të shkuare, apo nëse vetë banori ka preferuar të mos e deklarojë historinë e tij personale.